Në emër të grupit parlamentar të Aleancës për Armiqin e Kosovës, më lejoni të them se Kosova humbi një vit, Kosova humbi për një vit të gjitha veprimet dhe të gjitha beneficionet që këshmujt me i pas. Pyetja që sot i shtroj secili qytetar të Kosovës, pse nuk është konstituu kuvendi para një viti. Aleanca për Armiqin e Kosovës në 2 votimet abstenoi për shkak se edhe atëherë edhe tash ka qenë pro konstituimit të kuvendit. Ka dhënë alternativa dhe ka dhënë propozime për mos me ardhur deri në këtë ditë, deri në këtë situatë kur Kosova humbi dhe kur qytetarët e Kosovës i morën rezultatet dhe u dëmtuan skajshmërisht. Për Aleancën, kjo pako e nënkryetarëve pa dyshim që e zgjodhi një problem për shkak se një çështje politike e cila u dit në kohën e zgjedhjeve të kaluara si problem politik është kthyer në interpretim kushtetues. Pra kjo u zgjedh përmes vendimit të gjykatës kushtetuese, mirë po ashtu u pa se kjo pako ishte një lloj synimi i kamuflimit të votimit për nënkryetar. Në një kohë, Slavko Simiqi, respektivisht deputeti i listës sërbëve, nuk është pranuar. Ai u quajt terrorist kur ishte vetëm, ndërsa kur hyri në pako u votua. Ne jemi për konstituimit, abstenuam, por në njëjtën kohë e dham qëndrimin tonë për shkak se mendojmë dhe vlerësojmë se kjo është një situatë e cila duhet të demaskohet dhe të thuhet qytetarëve të Kosovës. Ju faleminderit. Ne do të marrim pjesë, nuk e dim deri më tani cili është programi, nuk e dim cila është lista e kandidatëve për ministër, mirë po një e dim se siç ka ndodhur herën e kaluar, po ndodhet tani në një procedurë të shpejtë, pa prezantimin një programi, po vjen një kabinet qeveritar, i cili kabinet ende është i panjohur për qytetarët e Kosovës, e ndërsa programi hiç e hiç. Ne ende s'ke marrë asnjë program, presim të marrim programin, do të jemi në seancë dhe do të votojmë kundër kësaj. Do të jeni shefi i grupit parlamentar të AKP-s? Po, do të jem shefi i grupit parlamentar të AKP-s. Nëse Aleanca ka qenë pro konstituimit të kuvendit edhe konsideron e të humbur një vit për shkak të mos konstituimit të institucioneve, pse deputetët e AKP-s sa i ka pasur në legislaturën e kaluar nuk kanë votuar pro zonjës Haxhiu, ardhës së propozuar. I gjithë procesi i vitit kaluar ka qenë një kurth politike. Dhe ajo kurth politike e cila është sjell në legislaturën e kaluar, e ka pas një qëllim, me pru Kosovën në zgjedhje në dhjetor. Dhe ne kemi ardhur në dhjetor, në zgjedhje, jo vetëm me fajin e lëvizjes vendosje, por edhe me fajin të opozitës. Ne i kemi pas atëherë 5 deputet. Dhe ne, siç e dini, ne kemi votuar me zhblloku kuvendin, po të njëjtën kohë ne kemi pas propozime. Kësaj radhe nuk kem rënë kurth. Ka që thjesht është. Nuk kem asnjë informacion dhe duke mos pasur asnjë informacion, besojmë se kjo do të ndodh prap shpejt, si gjithë. Pa program, pa një listë të kabinetit qeverisë. Ju faleminderit. Nuk është tim presidenti.